Plaga e të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë nuk mund të kthehet në diçka normale derisa të zbardhet fati i të gjithë atyre që u morën me dhunë nga forcat serbe, ka thënë Andin Hoti, kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur. Në shënimin e ditës së personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, të dielën udhëheqës institucionale Partijak bën homazhe tek monumenti i personave të zhdukur që ndodhet pranë kuvendit të Kosovës. Kryetari i Komisionit Andin Hoti kërkoi drejtësi për rreth 1600 persona që vazhdojnë të jenë të pagjetur. Të zhdukurit dhe plaga jonë nuk është individuale, por është një plagë që prek gjithë shoqërinë tonë. Është një plagë që nuk mund të ketë normalitet, siç kam thënë edhe hera të tjera, pa u zgjidh, pa u treguar vërteta dhe pa ardhur drejtësia në vend. Të zhdukurit nuk mund të shërohen si plagë vetëm me kalimin e kohës. Kjo plagë do të shërohet vetëm atëherë kur drejtësia do të vijë në vend, vetëm atëherë kur e vërteta do të tregohet familjeve. Homazhe u bën edhe në parkun memorial të pagjeturve, ku kryeministri në detyrë Albin Kurti mbajti 1 minutë heshtje për të zhdukurit, si dhe për të vrarët në masakrën e Mejës. Këtë masakër më të madhen të shkaktuar nga forcat serbe në luftën e fundit, ku u vran 376 shqiptar, e kujtoi edhe presidentja Vjosa Osmani. Plagët që la pas kjo tragjedi janë ende të hapura, por dhimbja dhe vendosmëria jonë janë bashkuar për të mos lejuar që e vërteta të harrohet. Çdo person i vrarë e çdo person i zhdukur me dhunë gjatë luftës, çdo ëndër ndërprer dhunshëm, është betimi ynë për drejtësi. Në këtë tokë të shenjtë të dhimbjes, mbjellim shpresën për një të ardhme me më shumë drejtësi dhe më shumë dinjitet. Gjatë viteve 1998-1999 në luftën e zhvilluar në Kosovë janë vrarë mbi 13.000 civil. Mira mbetje mortore janë gjetur përgjatë viteve në përvarreza masive në Kosovë dhe në Serbi, ndërsa afro 1600 persona vazhdojnë të mbesin të pagjetur, prej të cilëve shumica janë shqiptar.